Emën të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet, lavdrimet i takojnë Allahut, fuqiplot, salavatet, përshëndetjet, uratat, bekimet, i takojnë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, të praneshëm vëllezër, xhamat, motra të respektuara, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se po takohemi në këtë ders, këtë ligjërat para taravive, duke lutur Allahun fuqiplot që agjërimin dhe të gjitha veprat e mira të cilat i bojmë këtë muaj të shejt të Ramazanit, Allahu na i pranon, peshojën e vepra të mira të na i shënon ditën kur do dalëm përpara tij me shpërblimet e tij të na gëzon, Allahumma amin. Të nderuar të praneshëm, Kurani, siç e dini, është i mbushur me tregime, me ngjarje të vërteta, me ajken e historive botërore, e sidomos ato histori që lidhen me profet apo pejgamber të Allahut. Është një tregim që na ilustron Kur'ani fisnik, ku e përshkruan një fëmijë cilët vëllezërit e tij i thorën lloj kurthash, e pastaj e hodhën edhe në pus, e pastaj Zoti tregimin e këtij fëmijë se përmend sepse më vonë u shet në tregën e sklavëve, me pastaj u shet me një çmim të lirë, pastaj Zoti përmend sprovat që ky fëmijë apo ky i ri i përjetoi në shtëpinë e zotnisë apo pronarit të tij, u akuzua padrejtisht, me pastaj u burgos, më vonë u harrua nga shokët e tij të burgut dhe shumë a vonë Allahu xhaleshanuhu këtij fëmijës që tashmë ishte rritur, ishte pjekur, pas gjithë këtyre sprova në cilat ai kaloi, Allahu xhaleshanuhu i dha pushtet, i dha forcë në tokë. Ai fëmijë u bën një njeri i nderuar, se shumë Kurani me emrin Aziz, i nderuar, por të njëjtën kohë Zoti i dha edhe prestigj dhe pozitë lartë në shoqërinë cilën ai jetoi, saqë në farforme të gjithë njerëzit nga gjitha anët të botës shkonin tek ai për të kërkuar ndihmë dhe sadaka. Mesin e atyre që ishin shku tek ai ishin edhe vëllezërit e tij, të cilët nuk e njehshin, por kishin shku me kërku ndihmë. Kur ai u përmendi disa ndodhi, ata i thanë, mos jeti Jusufi, tha unë jam Jusufi dhe ky është vllai im. Dhimbjet e juaja ishin nga ignoranca, mirë, po në përmbyllet këtyre ajeteve Zoti e përmend një ajet, gjithsesi një fjalë të Jusufit alayhis salam, e cila realisht është rregulla, e cila e përmbledh, e përkufizon krejt tregimin apo krejt sfidat, krejt jetën e Jusufit alayhis salam, ku Allahu xhaleshanu thot innehu me yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Vërtet, ai i cili tregon devotshmëri apo ka frikë respekt për Allahun, apo thënë ndryshe ruhet për ndalesat të Zotit dhe i kryen urdhnat e Zotit dhe bëhet i durueshëm. Pra tregon devotshmëri dhe është i durueshëm, vërtet Allahu nuk u ahum shpërblimin atyre të cilët bojnë vepra të mira apo janë bamirës. Të nderuar vëllezër, të respektuara motra, kur njeriu posedon këto dy cilësi, devotshmërinë dhe durimin, atëherë Allahu xhaleshanuhu njeriu i jep sukses. Pra devotshmëria
e drejton një farformë busollën në zemrës në momentin kur merret mendimi. Durimi e forcon zemrën në rrugën e devotshmërisë. Kur këto dy cilësi, devotshmëria dhe durimi bashkohen, njeriu bëhet muhsin, bëmers apo njeri i mirë, siç tregon edhe ajeti. Pra vërtet Allahu nuk ja humb shpërblimin njerëzve që janë bëmers ose njerëzve që janë punë mirë. Kur këto dyja bashkohen, devotshmëria dhe durimi, qëllimi i njeriut bëhet vetëm me arrit kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu. Njeriu e adhuron Allahun sikur e sheh atë, edhe pse ai nuk e sheh atë, ai pra Allahu e sheh atë. Kur bashkohet devotshmëria dhe durimi, si në rastin e Jusufit a.s., lind një njeri i qëndrueshëm për hir të Allahut, jo për veten e tij dhe as për njerëzit në përgjithësi. Pra dy sfida më të mëdha të njeriut, që thot edhe një prej filozofëve, janë koha dhe durimi. Pashtu një filozof tjetër thot, durimi është gjëja e parë që fëmiu duhet ta mësoj, sepse do t'i ndihmoj që t'i zgjedhë shumë prej problemeve me të cilat përballet në jetën e tij. Edhe filozofi Sokrat e ka një fjalë shumë të mirë, thot, durimi ka një shije të hidhur, mirë po si në përmbyllje, frytet e tij janë të bukura. Më bukur për durimin ka folë Zoti në Kur'an, ku ka thonë inna Allaha ma'a sabirin. Shpesh herë Ramazani apo agjërimi është quajtur durim. Disa dietarë dhe komentatorë të mëdhenj kanë thonë, ajeti ku Zoti thotë innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, Allahu u plotson durimtarëve shpërblimin pa llogari, pa hesab, nuk shkon lapsi. Kanë thonë këto fjala durim është për qëllim agjërimi. Pra, agjërimi dhe durimi kanë jashtëzakonisht lidhshmëri të madhe. Një njeri i cili nuk mund duraj, nuk mundet me agjëru. Shen njerëz që ndoshta janë 2 metra, kanë 7, janë domethënë shumë të fuqishëm fizikisht, por nuk janë durueshëm dhe nuk mundën me agjëru Ramazanin. Shen një njeri që ndoshta domethënë është shumë i dopt fizikisht, është po prap se prap, ai është në gjendje me agjëru jo 1 muaj, por ndoshta 10 muaj rresht, për shkak se është njeri shumë i durueshëm. Pra, profeti Jusuf a.s., i cili përfaqëson tregimin realisht më të bukur në Kur'an, ahsanul qasas, që Zoti ka thënë tregimi më i bukur, më i përsosur, është tregimi i Jusufit a.s., ky pejgamber i Zotit. U sprovu me 2 lloj sprovash. Sprova e parë, sprova e joshjes, apo më thonë ndryshe e epshit. Dhe sprova e dytë me cilën u sprovu Jusufi a.s. është sprova e vështirësive dhe fatkeqësive. Të dy këto sprova, për mi te i kalu, për mos mu fundosë në to, do të me pas natyrisht devotshmëri dhe do të me pas durim, sabër. Jusufi a.s. me devotshmëri e ka përcej sprovën e joshjes. Kur thena me devotshmëri, me frikë respekt ndaj Zotit. E ka përcej sprovën e joshjes apo e epshit. Dyert u mbyllën, gjithçka këtë kushtet ishin plotsu për me rënë gjuna. Jusufi çka tha? Ma'adallah. Plesht e kanë përdorur këtë shprehje të Kuranit edhe në gjuhën e vjetër shqipe, hala ata që janë më të vjetër e din, na e përdorim në thirrje thëna mozallah. Mozallah është shprehje e Kuranit, ma'adallah. Mozallah e bën mos e bovt Zoti. Edhe na në gjuhën tonë shqipe më të vjetër, shprehjen mozallah e përdorim kur dikush flet diçka që nuk është atë. Domethënë ose kërkon diçka që është e pamundshme që s'bëm u bë, na çka thonë Zoti mos e bovt, mozallah. E Jusufi çka tha? Tha ma'adallah. Allahu mos e bovt, ose ndryshe, unë po kërkoj strehimin e Allahut, që Zoti më mbrojt
nga kjo e keqe që ju, apo ti në këtë rast, nëse i referohemi Zelihas, jetë duke muftu. Me durim, Jusufi a.s. e ka përcejs provën e vështirësive dhe mundimit. Cilat ishin vështirësitë e tij? Mas pari e hodhën pos, e tham kalimthi. Pastaj, kur akuzua në formë pa drejt. E pastaj, u fut në burg pa drejtësisht. Nuk ishin sprova të lehta, ishin sprova të rënda. Po të mos ishte Jusufi a.s. i durueshëm, atëre nuk do të kishte mundësi më ja dalë. Pra sekreti i këtij profeti, pra Jusufit a.s. është devotshmëria dhe durimi. Të dyja bashkë. Sepse njeriu mund të ruhet për një moment, por për një moment njeriu mund të murojt nga harami, nga e keqja. Mund të më tregu devotshmëri, mirë po ndoshta nuk mundet me i duru pasojat e devotshmërisë. Pra kur njeriu është i devotshëm, në momentin e parë mundet më ndalu nga një e keqe. Po nëse nuk është i durueshëm, është rrezik momentin e dytë apo në momentin e tretë me ranë gjuna. Te Jusufi nuk ndodhi kështu për shkak se të dyja i kishte vlera të fuqishme, të cilat ishin pjesë e personalitetit të tij. Për shembull, për me ilustru më mirë këtë, njeriu ka mundësi e refuzon haramin, por pastaj i ngushtohet gjoksi që zgjidhja është vonuar. Pra njeriu ruhet prej haramit, duke shpresuar halal, po kur halali vonohet, atëherë dikush i ngushtohet gjoksi dhe ndoshta mos më koni durueshëm i aftueshëm, mundet me fillu me u lakmu aty të tjerëve që kanë vepruar haramin, të cilët ai për momentin i ka ikë. Ka mundësi një punonjës nga ruhet prej haramit, qoftë ai falsifikim, qoftë rishfet, qoftë korrupsion, qoftë mito, mirë po kur i shet tjerë kolegët e tij që po ngriten pozita në punën ku e punojnë, dhe kjo nuk po ngritet për shkak se nuk e ka përdor rishfetin ose të kësaj natyre, falsifikimin ose diçka të ngjashme, është rrezik nëse nuk është i durueshëm dhe nëse ngutet mu privu nga të mirat që i ka pra rujtja prej haramit apo njeriu me tregu devotshmërinë, dhe ka mundësi njeriu tani fillon me akuzu veten gjatë rrugës, mazë që ka tregu devotshmëri, e nëse e fillon sabri mo ju zbej, mundet mi thonë vetet e ajo më në naje, apo çka është pyetje. A ke po disa njerëz, elhamdulillah, nuk e bojnë haramin, ndalueshme. Mirë po nga njëherë fillojnë ju lakmu atyre që merren me haram. E kjo është me adhuru Zotin, Zoti e kam përmend në Koran, ala harf, në skaje. Pra, në skaje, dhe më thonë sikur njeriu nuk ka atë balancimin e duhur, dhe në skaje është një erë me fry, një stuhi me fry, njeriu ka mundësi me ra poshtë ose me ra në grupin e atyre. Ose një vajzë apo një djalë i ri, i cili në farforme e ka mbyll derën e një lidhje të ndalune që e ndalon feja, pastaj fillon mi fol vetës dhe sikur i thot e kom humbur një rast, e kom humbur një mundësi, e kështu me radhë. Pra, elementi i durimit është ai i cili duhet me marr pas tregimit devotshmërisë. Sepse devotshmëria nuk mundet më rujt nëse nuk ka mbrapa një mbështet çush është durimi. Ose një tregtar i cili largohet nga mund ta ketë në rast me fitu shumë, po ka mashtrim atu, ka diçka të ndalueshme, pra është një kontratë ndalueshme sipas fesë, dhe ai po qëse nuk e shiqon aspektin a lejohet apo nuk lejohet, mund të fiton shumë. Mirë po kur ka frikë Zotin, edhe pse shiqim parë humb materialisht, ai fiton tek Allahu xhalesha. Mirë po gjatë rrugës, kur e shën ndoshta kolegun tjetër, tregtarin tjetër,
që e ka marrë qatë të ndërë, ose qatë kontrate ka bon qatë formë, ka mundësi nëse nuk është i dërushëm, me fillu pak me lakmu, ose një farë forme, mu bo pishman për veprimin që e ka bon. Ka mundësi të ndëruar xhamat pranishëm, që njeriu e zgjedh atë që e do Zoti për një moment, mirë po, duke pritë rezultatin. Çka i ndodh atij? Apo frytin digjet nga brenda atij, për këtë arsye pas takvallakut në ajetin e Kuranit ka ardhur sabri, ka ardhur durimi. Çka ka thonë Allahu në Kur'an? Ai i cili ruhet, që është devotshmëria, dhe duran. Allah nuk ja humb mundin njerëzve të mirë, njerëzve bamirës. Pra i ka përmend në rastin e Jusufit a.s. i ka përmend dy cilësi, pra devotshmëria e drejton busollën e zemrës, që që tha më herët, momentin e marrjes të vendimit. Mos e harroni këtë, e para. Kurse durimi e forcon zemrën rrugën e devotshmërisë. Sepse na nuk jemi sot për nesër, na jemi të vazhdueshëm. Puna jonë, angazhimi jonë duhet me qenë i vazhdueshëm në mënyrë që Allahu xhaleshanuhu me na shpërblim me të mirat. Mund ndodhë që njeriu i gjen vetes së tij arsyetime, justifikime, duke thonë, o vlla, po kjo është shumë vështirë, rrethonat janë më të forta se sa unë, realiteti po na imponon, ose të thotë për jetën e kam të mirë, okay? Mundet më arsyetu në këtë formë. Njeriu mundet me gjetë vete të arsyetime, por ai realisht përpara Allahut nuk mundet më arsyetu. Zoti ka thonë: "Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adirahu." Njeriu, ka thonë Zoti, e di shumë mirë gjendjen e vet. Njeriu e din me shpirtin e vet, anën e mbranshme të vetën, e një veten më mirë se sa të tjerë. Edhe thot nëse përpiqet të paraqes justifikime. Ka njëherë edhe kur dikush dënë mu arsyetu para dikuj, e ka mundësi gjonë arsyetime të mira, pa i vetën së mundet me rajt. Ka njëherë njeriu mundet me rajt tjertë, po vetën e vetë nuk mundet me rajt. Kjo është parafrasisht ajeti që ka thonë Zoti sa bukur. Pra njeriu e një vetën e vetë shumë mirë, edhe po qëse gjonë arsyetime. Për para njerëzve mundesh me gjetë arsyetime, po pse bre e bone këtë vepër? Rrethonat. Pse e bone këtë vepër? Spata qare. Pse e bone këtë vepër? Mu imponu puna. Apo jem të jetu në vend huj, se është vend musliman. Pse se agjeru Ramazanin, valla i kret atë në punë nuk janë musliman, veç me agjeru dëqysh u dalesha prej tyre. Pra, ndodh dikush nga ne të arsyetoj veprimin e tij, duke e mveshur atë me veshjen e logjikës. Nështë logjikisht e arsyeton, mirë po në brendësinë e tij ai e di të vërtetën e plot. Shone, këto është e rëndësishme me përmend diçka. Arsyetimi apo justifikimi. Në fillim është në farë formë njeriu fillon pse fillon mu arsyetu? Se dën me rujt imazhin e tij. Dhe dën i farë ai arsyetuhet për gabimin që tjetër mos me bë shumë e kritiku, apo mirë po Allah në këtë ajet po do më na tregon neve që mos dilni prej vetes, në kuptimin që mos bëni në kundërshtim me veten e juaj. Se njeriu në esencë onën e mbrëmshme shpirtin e ka të pastër. Po janë ato veprat e tij që ja ndotin edhe zemrën, edhe shpirtin. Për këtë arsye, Allahu xhaleshanu, Allah i din zemrat tona. Na nuk mundu me mshef kur gjë prej Allahu xhaleshanu. Pra arsyetimi është fillimi i shujtjes së qartësisë së mbrëmshme vetdijes. Kur njeriu fillon me arsyetu, ajo është në luftë me vetveten. Jo me egon, po me onën e mbrëmshme çat pastërtinë e tij. Nëse fillon njeriu me arsyetu shpesh, ai e turbullon edhe çat ndërgjegjen e tij të mbrëmshme. Që Zoti pe çon basire. Pra ndërgjegjen e vet njeriu e prish. Çështja tek njeriu fillon gradualisht.
Nuk fillon më njëherë 3 hapa me marë. Hapi I parë, kanë thonë dietarët, është dëshira. Hapi I dytë është njeriu fillon me lshupe. Kurse I treti është çaj justifikimi për cilën jam të folë që pak minuta. Pastaj justifikimi kalon kur njeriu fillon veç më arsyetu, tani për më arsyetu ka njerë dikush e përdor edhe bejn, betimin. Bën bej, pasha Zotën, unë jam I sinqert çka po tham. Pasha, ato pasha këto, fillon tani mi bë bej edhe vllak fëmin, që në fetarisht është ndalueshme me u bej për jashtim në Allahun. Pra, fillon justifikimin e tij me bom me betim të rajshëm. Kur bëhet justifikimi, arsyetimi, metodologji, këto njeriu e humb fuqinë për të treguar devotshmëri apo për të qenë I përmbajtur dhe në njëjtën kohë e humb energjinë e durimit, I humb niveli I durimit. Ndoshta dikush ngritet shpejt, njeriu bën krahasim, për shkak nuk duhet me bë krahasime me të tjerët, ose krahasoj jetën tonë me të tjerët. Sepse secilit njeri Zoti ka dhënë diçka që si ka dhënë tjetrit. Kur ti fillon me krahasu jetën tënde me të tjerët, atëherë nuk dalin barazimet. Atëherë ti mundesh më zhgënjy. Sepse na I shohim vetëm gjonat e jashtme. Allahu xhaleshanu I sheh të mbrëmshmet. Për këtë arsye, kur ti e sheh një koleg ose një shok ose një moshatar tonë I cili është të ngrit, fjalën ngrit e kam parasysh qoftë në aspektin e karrierës, qoftë në aspektin e dijes, qoftë në aspektin e pasunisë ku ta dion. Pra, atëherë tash ky personi që është rujt, ka tregu devotshmëri, u rujt pe haramit, pishet jetë mbrana ditës po ndryshojnë gjendja atyre. Ky është në pritje të bëj sabër të dru, po tash fillohet çka? Ty po tjertë, tash fillon sabri I tij mos beje, sepse këtij akoma nuk I ka ardhur aja çka Zoti ka premtu për kanë, për njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e durueshëm. Jusufi alayhis salam çka ja mërmendja? E ka ditë Jusufi kur ka më ardhur ndihma e Zotit? Kur ka qenë ai në pos bonar, e ka ditë? E ka ditë Jusufi kur u ka në burg se kur ka më dalë prej burgut? Jo. Po çka ka bënë? A ka filluar me humb durimin? Jo. Ai ka filluar me qenë I durueshëm. Thuhet për mi 9 vjet ka nejtë në burg në formë pa drejt, pa po kur gjë. Mirë po, pasi që ai ka tregu devotshmëri, mas pori me fjalën ma'adallah, Zoti o mbrojt, sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilay. Burgu është më I mirë për mua se sa me prish nderin moralin tim. Kështu tha, u burgos, po prap duroj, atëherë çka I ardh funi këtij? U bë ministri I financave të Egjiptit asaj kohe. Ka qëndruar Jusufi alayhis salam duke mos parë shenja dhe fryte të durimit të tij. I durueshëm po s'ka fryte. Na, a di çka ndodh neve? Na kem qef mi po, si të bëj punën me njëherë shpërblimi. Ose halo pa kry punën, ma orë shpërblimi. Halo pa bo diçka, mi po rezultatet. A jena na kështu? Na kem qef me mbjell grunën mrena ditës edhe me kur halo pa përun dilli. A mund të me ndodh kjo? Për Zotin s'është kur gjë pamundshme. Na kem qef me mbjell specat, me ngjes, e mbromje mi nuk specat taze, frest, mi pas në kuzhinë. Kështu na I shohim gjona. Jusufi alayhis salam duroj, s'kishte shaja që do me dalë prej burgut ose me pështu për asaj situate që është, pa ishte I bindur në Zotin. Dhe kur nuk I hupi këtu dy cilësi. Pra, përfundimi, çka do të me bona? Nuk dohet me shiqu apo me kërku skenën e funit. Na kem qef me po me herë, a hina në gjenet asina, prit bre herë, se halojë në dunja. Në halo pa e fillu një punë, kem qef me po atë pjesën e funit të asoj skenës të asoj punë. E po Jusufi ato? Jo. Por tregimi Jusufit alayhis salam, gjithsesi ajeti që Zoti e përmend në kontekst tregimit të Jusufit alayhis salam, Zoti na mësoi dy gjëra shumë të mira e që të dyja lidhen me Ramazan. Çka tha? Innahu yattaqi wa yasbir fa inna Allaha
la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai i cili tregon devotshmëri, frikë respekt për Zotit, largohet prej haramit, i përmbahet halalit, që kjo është devotshmëria, edhe jep maksimumin këtë drejtim. Krahas kësaj, është i durueshëm, bën sabër, Allahu kurse si nuk ja u hub shpërblimin njerëzve bamirës edhe njerëz të mirë.